Kryeministrit Rama apo për cilin u mor peng biznesmeni Geron Meçe. Ai ankimoi një nga tendrat të cilat kishte fituar Baxhanaku i Edi Ramës. E kishte ankimuar atë tender dhe ai u mor peng për këtë çështje. Dhe ai tërhoqi ankimimin që u lëshua. Por ka shumë rëndësi kjo pjesë. Por pak ka këto të dhëna. Pra, janë të dhëna që sigurisht Partia Demokratike i ka dhe për shkak të gjitha dosjeve apo dhe gjithë padive që ka bërë. Të falë kësaj opozite, falë tyre denoncimeve, po bën dhe këto. Pra, të dhënat janë aty. S'pak i ka gjitha aty. Edhe këto që lidhen me Baxhanakun. Atëherë si shmanget përgjegjësia? Jo, nuk shmanget dot përgjegjësia, ti mund vendosësh të bësh një gjë apo mos bësh, por për të shmangur ti nuk shmang dot, se ajo ka dalë në është publike tani më. Se Ergyll Sagasi ka filmuar çdo gjë, ai është si Epsteini i PS-s. I ka bërë ai gjithë ato. Ajo çfarë ka shumë rëndësi të kuptohet sepse shpesh herë opozita është akuzuar për akuza të rënda për narkoshtetin. Madje edhe nga komuniteti ndërkombëtar nuk e besonin. Narkoshteti ja ku është në veprim tek Akshi, siguria kombëtare, prokurimet, tenderat, çdo gjë, i gjithë shteti merrte udhëzime dhe urdhra nga një njeri i pa emëruar, pa asnjë funksion publik, i pa votuar, pa asgjë. I gjithë shteti përfshi këtu dhe drejtoria e krimit kibernetik. Dhe drejtoria e krimit kibernetik merrte me ndërkohë që nëpër botë apo aleatët tonë NATO po financon miliarda euro për sigurinë kibernetike, ne sigurinë kibernetike ja dham Ergyll Sagasit. Pra këtu është rënja totale e shtetit dhe pasqyrimi i realitetit dramatik ku është vendi sot tek narkoshteti. Pasuritë, dhe kjo ka shumë rëndësi, që ata kanë akumuluar, ti jemi të qartë, ato janë një pjesë e atyre pasurive, po ajo tregon pasurinë marramendse. Dhe tani në vend që të kemi efektiv policie që merren për të kërkuar Ergyll Sagasin, ne kemi policë që dhunojnë protestues që dalin kundër krimeve të Akshit dhe të Agasit dhe të korrupsionit Belinda Ballukut. Dhe sot në vend që të jetë në burg Ergyll Sagasi dhe Belinda Balluku, janë në burg 5 qytetarë që protestojnë se s'ka ilaç në spitale. Kjo është tmerri dhe kulmi. Kjo është narkoshtet. Ku në burg hyn denoncuesi, ndërkohë në Parajsa, në Pyllë siç rrinte ai kishte nga i pyll për çdo qytet. Dhe në mes të pyllit bënte nga një vil. Çështja e Ronje Fet me gjitha këto dhëna dhe përgjigje që nuk u morën sot, shkon përtej nga ana e Partisë Demokratike, përtej thjesht denoncimit publik, pra e kanë fjalën për